At St. Pittsburgh, Florida, Albanian American Women's Organization Florida chapter, Motrat Kiriazi organized Mother's Day, honoring the founder and president of our organization, Roberta Panariti Nashi, with Community Service Award for her extraordinary commitment to uplifting the Albanians communities affected by cancer through compassionate support. Tani është momenti që të nderojmë maman e natës, zonjën Roberta Panariti, Community Service Award. Është themeluese dhe presidente e Albanian Fighting Cancer USA, një organizatë jo fitërkurse me qendër në Boston. Edhe me që është një porçare vërtet, unë prandaj mora dhe Endrin këtu që të kemi dhe provë, që kemi me provë, kemi porçare tamam. Porçare të Roberta Murime. Congratulations. It's very worth it. Kam punuar me Robertën det për të paktën 2 vjet dhe e shikoj që sa shumë ajo punon, ajo jep zemrën sepse ne të gjithë punojmë 40 orë në javë. Por Roberta ditën e pushimit nuk paguhet për punën që bën dhe ka bërë një mrekulli, jo vetëm me Korçën, por dhe me të gjithë shqiptarët që janë të smur këtu. Por ne Roberta do të ka video, ku është video? Kemi një video që do t'rregoj për punën e saj. Një sekond. Mirëmbrëma të gjithëve. Faleminderit shumë për ftesën që më bët që të jem midis jush sot në këtë sallë kaq të bukur në Floridën e bukur. Po pse jam unë këtu, kush jemi ne? Në vitin 2019, kur motra ime Noela diagnostikua me colon cancer, për gjithë familjen tonë ishte një ndjenjë frike. U shqetësuam shumë dhe menduam pse erdhi kjo sëmundje nga erdhi ne nuk e kishim familjen tonë. Dhe kështu gjatë gjithë kohës që unë e ndihmova motrën, ne kuptuam shumë gjëra. Kuptuam inshurencën si punonte. Kuptuam më shumë stigmën midis shqiptarëve që asnjëri nuk e guxonte ta thoshte fjalën cancer. Dhe unë mendova se duhet të bënim diçka. Duhet të mblidheshim dhe të flisnim për këtë sëmundje. Duhet të kuptonim më shumë si ta parandalonim. Dhe kështu i thash motrës, unë do thëres doktorët që ty të ndihmuan në operacion, në bërjen e operacionit dhe u bë një mbrëmje si kjo tuaja. U mblodhen 320 vetë dhe ne ftuam doktorët, 6 doktorë shqiptarë dhe 2 amerikanë për të folur për këtë sëmundje. Të gjitha donacionet që u mblodhen atë natë, $15,300, ju dham spitalit I cili ndihmoi. Në emër të shqiptarëve, një gur I vogël në atë murin e madh të atij spitali gjigant Brigham and Women Hospital nga shqiptarët tanë. Dhe kështu filloi. Dhe filluan kështu që në vitin 2019 shumë evente që ne bënim për të parandaluar këtë sëmundje dhe për të kuptuar. Dhe këtu keni doktorin tuaj Genti Tahiraj, I cili u përgjigj thirrjes tonë dhe bëm një live webinar. Ku është Genti këtu? Ai foli shumë për këtë sëmundje, për lung cancer. E falenderojmë shumë që erdhi dhe na ndihmoi kur ne kishim nevojë. Genti, faleminderit shumë. Ndihmojmë shoqatat e ndryshme dhe ne në Boston kemi një bashkëpunim të shkëlqyer me shoqatat ty, Mazbesa dhe Vatra. Dhe themi, duhet jemi për njëri tjetrin, ta ndihmojmë njëri tjetrin. Këtu jemi me Anën në vitin 2024, erdhëm këtu në Florida dhe takuam shoqatën tuaj të mrekullueshme dhe folëm për probleme, takuam Ana Cohen dhe Fotin, të cilat na ndihmuan shumë si shoqatë dhe na ndodhen pranë. Ju falenderim shumë I madh për shoqatën tuaj të mrekullueshme, për shoqatën gjithashtu motra Kiriazi në New York që janë sot këtu mes nesh, dhe për Fotiniko Kerin, Altani që na është ndjer në çdo moment të vështirë që kemi. Dhe do ndalesha këtu. Me Fotiniko Kerin bëm një trip në Korçë dhe Gjirokastër për të parë gjendjen e spitaleve dhe vendosëm të ndihmonim këto spitale me medical equipment dhe dërguam aty një cargo me 800 kuti me medical equipment. Ja ku shikoni dhe ku doktori thot ndjehem si një fëmijë në një dyqan lodrash, sepse ishte një cargo e madhe 12 metër me 800 kuti ndihme. Falenderoj nga zemra Fotiniko Kerin që e mbështeti këtë nismë kaq të madhe, sepse pa ndihmën e saj financiare,
ky projekt nuk do ishte realizuar, sepse duhet punë e madhe monetare, por dhe ndihmë financiare për ta realizuar. Dhe kështu Korça na nderoi edhe mua dhe Fotin, kryetari i Këshillit Bashkiak të Korçës, Erion Exhipit dhe drejtori i spitalit të rrethit Korçës, Etian Broka. Ky është një testament për kontributin ton. Ndihmojmë dhe nënat në Kosovë dhe në fund fare do thesha ne kemi 4220 follower. Shkoni në faqen tonë dhe bëni follow faqen tonë për të ndihmuar përsëri. Dhe në fund themi, ne, ata që janë të sëmurë me kancer, përsëri ngrihemi lart, sepse kemi mbështetjen e njerëzve tanë, kemi mbështetjen tuaj, kemi mbështetjen si njerëzit, siç është Foti, ti tha po kërkesës sonë për ndihmë. Prandaj Foti, ti jam shumë mirënjohëse. Faleminderit nuk është enough. Prandaj, faleminderit për punën e madhe, për ndihmën që na bën. Pa asnjë interes vetëm me punë, kemi ndihmuar 145 pacientë me kancer, kemi dhuruar $200,000, kemi ndihmuar me $377,000 spitalet në Shqipëri. Foti, faleminderit nga zemra. Jeni të mirëpritur dhe jam shumë e kënaqur që kam mundësinë të ndihmoj. Tani është koha të gëzojmë, faleminderit që erdhe dhe e meriton. Jo vetëm ne, po ju të gjitha bashkë jeni të veçanta për ne, sepse të gjitha bashkë nëna shqiptar janë heroina. Unë e them gjithmonë, janë nënat më të mira në botë. Të gëzojmë sot dhe të festojmë. Muzikë tani.